fitonte Edi Rama këtë epitet sot, edhe nëse vërtet baton do kishte tope, prezantohej si shoku me Gonigalit, Edi Rama. Jam unë, miku i Sorosit që isha ndasëm të Alex Sorosit, kam qenë dhe ndasëm Gjorë Sorosit. Jam dhe miku i me Gonigalit që të ka hapur dhe ty, rreth 15 çështje hetimore, president, dhe thonë të gjitha dhe nuk i lëviz një presje atyre që ka thonë, duhet për gjykimin tim, nuk ka folur për 4 komandantët, ka folur vetëm për Hashim Thaqen, nën kuptohet, po e mira do ishte të ishin të 4, e kuptoj statura e ish presidentit patjetër. Ti thua presidenti i Amerikës dhe ky është dhe ai. Jo, janë 4 luftarë, janë 4 teknikalitet. Besoj mesazhi është dakord, mesazhi shkon. Shumë e qartë, pra shumë e qartë tash. Por nëse do të kishim bëni me këtë epitet, prezantoja ashtu siç është. E para, e dyta, për çfarë teme mund të fliste Edi Rama për Shqipërinë? Se Edi Rama vetëm për Shqipërinë nuk mund të fliste. Do me thënë, për prioritetet e marrëdhënies bilaterale dhe dy palqe Shqipëri-Amerikë, për luftën e karteleve, për luftën e krimit, korrupsionit, pavarësi gjyqësori, Edi Rama nuk flet dot aty para Trumpit. Pra ti thua nuk ka. Nuk ka asnjë temë për cilën mund të flasi për Shqipërinë dhe shumë mirë që ja dedikoj kohën. Edhe presidenti Trump është njeriu më pa informuar. Nuk kam asnjë problem me këtë çështje. Lufta e UÇK-s është një luftë e drejtë. Ai proces duhet shkojë deri në fund dhe duhet fitojmë pavajsinë të 4-t. Se nuk kanë kryer asnjë krim. Pra këtu nuk ka shqiptar, ata janë paketë. Mbi rrezullin toksor që mundet ta vë në pikë pyetje. Por e gjitha në gjykimin tim ka qenë një taktik populiste për të marrë qoftë dhe një koment në fund nga presidenti SBA-ve për çështjen. Nuk e dia ka qenë venjuja e dur, pra vendi i dur ku mundet ta hapte, po atë mundësi ka patur për ta hapur atë temë dhe e ka shfrytzuar në maksimum. Ne nuk e dim se nëse agenda ti ka pas një takim brapa në kuadrin në grup, nuk e di, nuk e di që zhvishem nga çdo ndjesi politike dhe flas si shqiptar në këtë moment. Flas si shqiptar. Sepse ka opozitar që janë rraf. Por që të jemi qartë, po e them edhe një herë. Më mirë që e bëri publike se t'ia thoshte vesh në vesh në një Eksakt, pra. Nuk e dim çfarë komenti ka marr vesh në vesh, nuk e dim çfarë komenti ka marr. Besojmë që në fund të takimit do ketë folur për këtë çështje, se u fol rreth 40 sekonda në fund kur ka komunikuar me Trumpin dhe me Vjosa Osmanin në krah. Por shumë mirë. Nga ana tjetër, Edi Rama do duhet të prezantohej siç ishte dhe cili është raporti dhe vlerësimi i Trumpit për Edi Ramën, mjafton prezantimi. Mjafton prezantimi që u bë. Në prezantim ju e pat që kishte vetëm një fjali shtetar apo zyrtar shtetit, të cilit ju përmend vetëm emri dhe nuk u dha asnjë koment, dhe duke nisur nga i dyti, presidenti i Argjentinës Milei, që tha Trumpi rresht pas Edi Ramës, që e kam indorsur, e kam mbështetur, unë i mbështes liderët e huaj, etj, ata që më pëlqejnë, ishte mesazh, dhe duke vazhduar edhe me sekretarin e përgjithshëm Partisë Komuniste të Vietnamit dhe për presidentin e Kazakistanit, edhe për Uzbekistanin, e për gjithë me radhë kishte një koment, për Vjosa Osmanin kishte një fjalë për të bravo, punon shumë mirë, për Edi Ramën vetëm mbi emrin i kishin shkruar fleta, se edhe në prezantim ju ftoi të nxirrni pamjet filmike, kur i dha dorën, kam përshtypjen se nuk e njohu kush ishte, i tha Rama është ky tjetri që mu drejtove. Në prezantim në fillim hapini pamjet që ta dini, kur ka shkuar, besoj ata shive pak këtë momentin dhe i thot jo është ai tjetri si jam unë. Sa përdjen një dhe jep dorën. Se s'ka ngel Rama me punu shef protokolli i këtij nëse e kuptoni, dhe është një moment që as e ka iden se këpo takon, zotri jam fjalë. Po se ku do jetë Edi Rama në raport me SBA-t dhe me presidentin Trump, do kemi kohë gjatë emisionit t'ju shpjegoj fazën në cilën është marrëdhënia në gjykimin tim e kryeministrit të Shqipërisë sot me presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Atëre, të lidhemi një moment me Neritanin. Do jap shpërgjigje mirë. Bëni gati Neritanin sa të përgjigjet Batoni. Na nuk kemi drejt me fol edhe me interpretu takimin ashtu, por meq simbolikën. Jo, me simbolik nuk ka. Me simbolikave. Zero simbolik. Informacion atëherë, Rama i thot atje ke presidentin e Kosovës se jo për atë. Jo, unë presidenti e Kosovës është Vjosa Osmani, ai unë e di çai ka thënë, nëse po don, unë e di çai ka thënë, jam kurioz. Po e di se kam fol. Ke fol me Ramën? Po. Po dhe unë kam fol me staf presidentes Vjosa Osmani. Po mirë që ke fol. Dhe kam përshtypjen që nuk është kështu se. Jo. Kjo nuk është me përshtypje. Jo, me qenë se duhet informacioni saktë, kam përshtypje. Kam përshtypjen ky zotëria me syze dhe me kollare nuk është Vjosa Osmani. Ja, ku shikoj. Jo, shife vet. Se kë prezanton shive dhe jërë, vetë dhe e kupton. Se që ke shqiptuti ka shumë edhe që kanë justifikuar që e prezentoha me Vjosën. A i sa hyri përshëndeti presidenten Osmani. Se ka njoftë. E përshëndeti dhe me emër presidenten. Se ka njoftë.
Po si ka njoftë, e përmendi dhe me emër. Mjekër që nuk... Jo, mërë jo, komentet tona janë, pa tjetër. Asfar nuk reprezenton asgjë, është kryeministër i keq, është i me gonikallin, këti ka të këqia. Në regull jam une, në regull. Fjale ishe korekt? Amo fjalit i kishte me bole. Jo, po kjo është esenca. është këti kështë, është i korruptum, është me gonikallin, është këti ka, a jenë regull. Me gonigalit. O, a jenë regull. Po, Simo, Belin, kur takohesh ti me njerëzit të prezentohesh në për organizatën ndërkombëtare i thua jam dhëndri i këtia, vllai i këtij e kështu me radhë? Donja Luarasi sot, një nga mbështetësit më të zjarrta të Fondacionit Shqipëria hapur Sorosit, këtë pro Trumpit. Kjo është kesh kurajo të madhe. E di që është kurajo? Kurajo është... Kam një pyetje për ty. Kur takon ti përfaqësues ndërkombëtar, i thua jam dhëndri i filanit edhe dhëndri i filanes, jam burri kësaj, jo, shkon thua jam Belin Kolliçi, jam antar i Partisë Demokratike. Kaq. Çfarë do të thonë kjo tani, se kjo është për ta lehtësuar, e fillove shumë mirë, the që është fjalimi i fortë, mos e banalizo me kështu lloj gjërash, që duhet i thoshte edhe këtë dhe duhet i thoshte edhe atë. Kur do të ftojnë ty, do t'ja thuash ti të gjitha, po nuk kam ftuar. Kështu që kaq është gjithë historia. Po lëre tani këtë se kush ta banalizosh tani. Nuk e banalizoj fare zero. është ta banalizosh. Do me thonë, kur shkon Berisha, shkon dhe i thotë, unë Sali Berisha, person non grata nga shtetet bashkuara të Amerikës, kjo është ajo që thotë. Imaginon që se është tale kuala asaj gjë që po thua ti, është banale, është super banale. Imaginon që Imaginon që Meritani atje. Ma lidhi pak Meritani. Jo, pritë se, me gjitha të u vendosen dy kriteret të cilat janë pa qëndrushme. E para, na po flasim për një moment. Na po flasim për një moment për ato që thamë, se s'po du ta përmendi, ta banalizoj forcën e fjalimit. E para, kur fillon nëse fillon me krahasu veç me fjalimin e Izrael, atëherë ti do të shkosh mrapa edhe ti vendosësh kriteret e gjitha fjalimeve që kuj ka majt dikun. Dhe nuk analizohet kështu situata. Hajde ta analizojmë ramen prej momentit kur ka folë Beograd deri me tash. Dhe nuk kam problem ato. Unë po flasë për një moment i cili është i rrallë. Po atë mos e përmend. Jo, është i rrallë. Gjoj ama që të kam paralajmëruar. Që është i rrallë, por me qenë se Zekthi edhe Redi kanë ndjeshmëri ndaj situatës Palestinë, që kam gjithashtu. Se kemi vetëm ne më globale, botërore më botërore më burë, kam qëndrim për ato, nuk e kam probleme. Ato nëse kam thjesht Palestinën, unë thasht po, edhe thasht e gjë, që t'jemi korekt. Jo, unë ju dëgjova, nuk ju. Jam njëri që jap kreditë Ramës. Se në reagoni, prit pak. Nuk hyt e këta opozitarë që theme zez, kur ka të bardhe, ka të bardhe.